Në Shkodër ka nisur procesi dezinsektimit të mushkonjave. Shefja e shërbimit epidemiologjik Dhurata Hysa thotë se ky proces do të zgjasë 6 muaj dhe ka për qëllim uljen e densisë së mushkonjave, teksa gjatë kësaj periudhe do të vijojë monitorimi dhe trajtimi i tyre. Ka filluar procesi i dezinsektimit me qëllim kontrollin, parandalimin dhe uljen e densisë së mushkonjave. Ky proces sigurisht që ka filluar një si procedurë më përpara me monitorimin entomologjik nga punonjësit e epidemiologjisë të rrethit Shkodër. Dezinsektimi fillon në periudhën prill dhe përfundon në muajin tetor. Pra është 6 muaj ku ne do të monitorojmë dhe do të trajtojmë mushkonjat. Nëse trajtimi vazhdon nga muaji prill deri në muajin janar, siç është i planifikuar, çdo 2 javë, pasi periudha 2 javore është periudha që trajtohen larvat. Janë ditët 7 deri në 14 që ato, nëse nuk trajtohen, dalin fluturim. Duke u trajtuar çdo 2 javë, trajtimi do të ketë një pozitivitet mjaft të lartë. Por ne bëjmë monitorimin dhe kontrollin e mushkonjave dhe qëllimi kryesor është ulja e dëndësisë së mushkonjave. Asnjëherë nuk ndodh që 100% të largohen mushkonjat. Vitin e kaluar për shkak të problemeve ndryshme ka munguar procesi i dezinsektimit të mushkonjave, duke krijuar probleme, ndërsa këtë vit janë marrë masë që trajtimi i tyre të bëhet në kohën e duhur.